Mirë se vini në këtë udhëzues për nxjerrjen dhe raportin e rezultateve të zgjedhjeve nga grupi numërimit dhe vlerësimit dhe dërgimin e tyre në KQZ. Do të shqyrtojmë procesin e plotësimit të tabelës së rezultateve, verifikimin e të dhënave dhe mbylljen e materialeve zgjedhore. Pas përfundimit të votimit, GNV nis procesin e numërimit dhe vlerësimit të votave duke respektuar rregullat bazë. Numri i votuesve të regjistruar duhet të përputhet me numrin e votave të gjetura në kuti. Numri i fletëve të votimit duhet të përputhet me totalin e votave të vlefshme dhe të pavlefshme. Votat e vlefshme për kandidatët nuk mund të jenë më shumë se sa votat e fituara nga subjekti zgjedhor. Pasi përfundon numërimi, numëruesi i parë dhe anëtarët e GNV plotësojnë tabelën e rezultateve të qendrës së votimit. Çdo anëtar duhet të verifikojë të dhënat dhe nëse ka kundërshtime, ato shënohen në rubrikën përkatëse të tabelës. Në fund të procesit, tabela e rezultateve nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e GNV. Nëse ka ndonjë mospërputhje mes tabelës së shkruar dhe asaj të printuar nga sistemi elektronik, korrigjimet bëhen me shkrim dore dhe firmosen nga të gjithë anëtarët. Më pas, tabela e rezultateve dorëzohet te sekretari i KZAZ-s për shqyrtim dhe raportim. Pas marrjes së tabelave të rezultateve nga GNV, KZAZ dërgon menjëherë në rrugë elektronike informacionin në KQZ për çdo qendër votimi. Ky proces vazhdon deri në përfundimin e të gjitha tabelave të rezultateve. Një kopje e vulosur e tabelës së rezultateve afishohet në vendin e caktuar në vendin e numërimit të votave. Pas nxjerrjes së rezultateve, fletët e votimit, votat e pavlefshme dhe fletët e kontestuara futen në zarfe përkatëse dhe vendosen në kutinë e votimit së bashku me dokumentat e tjera. Kutia e votimit vuloset me kode sigurie të reja dhe kopjet e dokumenteve i dorëzohen sekretarit të KZAZ-s dhe vëzhguesve të subjekteve zgjedhore. Pas përfundimit të numërimit dhe dërgimit të rezultateve të çdo qendre votimi në KQZ, sekretari i KZAZ-s kërkon nga operatori të printojë nga baza elektronike tabelën përmbledhëse të rezultateve. Ky ishte procesi i nxjerrjes dhe raportimit të rezultateve të zgjedhjeve. Respektimi i këtyre hapave garanton një proces të rregullt dhe transparent. Faleminderit për vëmendjen dhe suksese në detyrën tuaj.